Pas 2 barazimeve radhazi dhe një humbje në 3 ndeshjet e fundit, Keku i është kthyer fitoreve në përballje me Kosovën nga Vushtrria me rezultat 1-0. Në një ambient të bukur sportiv, rëndësinë e kësaj ndeshje argumentonte më së miri prezenca afro 200 spektatorëve, shumica se cilëve kishin udhëtuar nga Vushtrria për të përcjellur këtë takim përkundër motit të ftohtë dhe me shi. Të dyja skuadrat e filluan me një ritëm të jashtëzakonshëm takimin. Kosova nga Vushtrria fillimisht pati një iniciativë të lehtë, mirëpo Keku nuk qëndroi duar kryq, mirëpo gjysmë rastet para portës së Sadikut nuk e patën fatin e dëshiruar. Vendasit e drejtuar nga Bylbyl Sokoli varguan disa raste në këtë 45 minutësh, mirëpo mysafirëve u mungoi konkretizimi duke i dërguar skuadrat në pushim mes 2 pjesëlojve me rezultat të bardhë. Pjesa e dytë vazhdoi parëshje të shiut, i cili megjithatë krijoi probleme për të dyja palët. Rast ideal elektricistët patën në minutën e 68 kur portieri Sadiku ishte mposhtur, mirëpo Blerim Vilanci shpëtoi Kosovën nga një gol thuajse i sigurt. Në minutën e 72 ish antari i Trepçës të 89 Imer Xhaferi bllokoi rezultatin duke sjellë përsinë e parë të vendasve nga Kastrioti. Përkundër epërsisë simbolike që kishte siguruar Keku, futbollistët e kësaj skuadre e varguan edhe disa raste ideale, por pa mundur të gjejnë sërish portën kundërshtare. Në çastet e fundit për shkak të protestimeve, gjyqtari Zymer Berisha përjashton golashënuesin Imer Xhaferi e pastaj edhe trajnerin e portierëve Abdyl Kaqiu. Keku Kosova nga Vushtrria 1-0.